një situatë të rënë socioekonomike, politike dhe normalisht edhe izoluar tërësisht. LDK-ja ka programin e vet të qartë, por normalisht nuk mund shkputemi ne edhe nga papërgjegjësia ose dëmi që i ka shkaktuar qeverisja e keqe e Albin Kurtit, Lëvizjeve të Vendosjes dhe Guxos me Kosovën. Ka demolu diplomacinë kosovare, ka demolu besimin ndaj institucioneve të drejtësisë, ka afera më të mëdha korruptive që nuk njeh historia e Kosovës. Afera, unë e kam quajtur vazhdimisht të një korrupsioni të strukturuar institucional dhe normalisht nuk mund të heshtim ne që unë e kam quajtur kështu, periudha 5 vjeçare qeverisës vetëvendosjes, kam thënë, kam u marrë mend si një moratorium qeverisës me elemente shumë më regresive. Këto janë, kjo diskursi ynë, ne po i themi njerëzve, ta ndalim këtë qeverisje, ta ndalim këtë demolim të Republikës, ta ndalim këtë izolim ndërkombëtar, ta kthejmë vendin në normalitet, t'i kthejmë njerëz normal në qeverisje dhe më pas të vendosim lëvizje. Edhe një fjalë veç me i thënë zotit të Gashi, 70%, po them kështu me përqindjet familjarëve të mi, jetojnë mërgat. Me sa dashuni, pres, e knaqemi kur vinë, verë, e dimën, që ata që i djo unë 7% krejtën LDK, por ka edhe të partive tjera, prandaj thash, ata janë na jemi unë vllaun, motrat, axhën, këtë kam Zvicër. Prandaj thash, ata janë na, unë jam ata, jemi ni, ata janë shpirti këtij kombi, e kanë marrë Kosovën para lufte, gjatë lufte, mas lufte, po e marrin sot, dhe kushdo që provon që vetëm për qëllime elektorale me vu theksin për ta, këtu e kam shqetësimin. Mërgata jonë du trajtu si vlerë këtij kombi në çfarë situate. Oferta apo gjykimi për 8 mujorshin, edhe natyrisht koha për juve. Më shumë oferta kushtrim, sepse oferta është vazhdim i asaj që ka ndodhur këto 5 vite ta quaj kushtimisht sepse janë 4 vite efektive, i vazhdimi i punëve të mira të cilat kanë qenë prezente faktike edhe pse ka pas shumë pakënaqësi jo vetëm nga oponentët tonë politik, po edhe nga shumë të tjerë të cilët kanë mundu të influencojnë dhe të bëjnë zhurmusin medial, disa medial në këtë aspekt. Për te kësaj zotimet të cilat janë edhe të qasshme, edhe të hapuna, edhe të cilat për i shpalos Albin Kurti edhe vetëvendosja këto ditë fushate, janë aty, janë 4 zotime nga investimi miliardësh në ushtri, në rritet e kapacitetit të sigurisë në Kosovës, shëndet, qenë ka e vërtet, shef, terit e aspektet e bekatisë, mëshenit sociale, pakot për luftimin e inflacionit të cili ka qenë pjesë e ekonomisë tonë, shkaku rrethonave edhe në aspektin geopolitik, dhe zotimet e tjera si që në prodhem 1 miliard, në ushtri 1 miliard, në prodhim, do thot në prodhimtari, në stimulimet, në përkrajet prodhimtarisë. Janë të gjitha zotimet aty, dhe mbi gjitha është vazhdimsi programore apo progresion i vazhdueshëm, zhvillimi me të tjeshëm i asaj çka kemi pa këto 4 vite, 5 vite respektivisht të qeverisjes Kurti 2. Do të thotë është vetëm vazhdim apo kapërcim nga qeverisja Kurti 2.5 në Kurti 3. Dhe kjo mendoj që ato zotime janë këtu prezente, jemi ka shpalosim, jemi shpalosim edhe këtu. I premena 2-3 më të rëndësishme, por ka pa numër vazhdim në këtu. Tash, a pajtohen, as pajtohen oponentët politike dhe ajo do këtë taman, ajo tem tjetër, po këto janë tona dhe kjo është oferta jonë. Nga 30 sekonda replike, kundër replik do urdhro. Kjo është arsyeja pse lëvizjeve të vendosjes bën me fitu. Kto që e tha Blebri, po punojnë mirë. Di unë pse. Goçë, do të vazhdojmë tha aty ku e kemi lënë. S'kena munol. S'kena me lëshu pe. Dëgjom, s'kena munol. Prandaj nuk ban me fitu. Sepse Albin Kurti po thot, nuk kam arrit. Albin Kurti s'ka me lëshu pe bashkë me vetëvendosjen edhe me neve. Unë po Allah mos me lëshu pe e ha drejt vendin. S'kena munol. Dëgjom, Albin Kurti po thot, nuk kam ditë me shtru rrugë, do t'i shtroj tash. Po thot, nuk kam ditë me bot po e them që i ka shtru 700 km rrugë. Po kjo është disa dush. Ai e ka me këshirurën në Mitrovic. Po thot, nuk kam mujt me ngrit kapacitetet të reja energjetike, do t'i bëj tash. Nuk i kam ditë, po kam importu prej Vuk Hamovicit 811 milion, do t'importoj përsëri. E kom izolu Kosovën. Kush ka po, ai ki këshyra po të që t'i kanë zirë kolega jem muja Amerika, i kom prish punë në Amerikën dhe do të vazhdoj. kontrata me Hamovicit.
Zhurmusin, i Po kanë jo prish punë. Zhurmusin, ti po